Prej sot edhe pika kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës në Jazhinc do të kalohet me vetëm një kontroll. Pas lëshimit në përdorim të sistemit One Stop Shop në Blac, erdhi radha që edhe në Jazhinc banorët e të dy vendeve të kalojnë kufirin më lehtë. Në përurimin e këtij sistemi, sot në pikën kufitare Jazhinc ishin të pranishëm ministrat e punëve të brendshme të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut, zëvendës kryeministri Megjiti, ambasadori i Kosovës në Maqedoni, kryetarët e komunave e kështu me radhë. Ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski, tha se me këtë sistem mundsojnë që qytetarët më shpejt të kalojnë kufirin. Toshkovski tha se për dallim nga pika tjera kufitare, kjo pikë nuk do të ketë problemet me vonesat në sistem, sepse problemi i bypassit tashmë është zgjidhur nga përvoja me kufijt e tjerë. So puštanjето во функција и на овој граничен премен помеѓу Македонија и Косово го заокружуваме. Me lëshimin në funksion dhe të kësaj pike kufitare mes Maqedonisë dhe Kosovës, e rumbullaksojmë kufirin me Kosovën. Mundësojmë transferim më të shpejtë të qytetarëve mes dy shteteve tona. Lëshimi në funksion i pikës kufitare Blac është dëshmuar si shumë funksional në këtë mënyrë, kështu që shpresoj që edhe këtu në pikën kufitare që ndodhemi momentalisht, gjithashtu do të kemi funksionalitet absolutisht më të mirë, transferim më të shpejtë të qytetarëve tanë, me qëllim që të kemi komunikim më të mirë si dy shtete. Falenderoj kolegun tim nga Kosova Zveçla, që ka dhënë një kontribut të madh që kjo të realizohet. Po ashtu dhe zëvendës kryeministrin Megjiti dhe të tjerët që kanë dhënë kontribut që shtetasit e Kosovës më shpejt të hynë në vendin ton dhe shtetasit ton më shpejt të kalojnë në Kosovë, tha ministri Toshkovski. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, tha se po vërehet një bashkëpunim shumë i mirë i dy policive në mënyrë që të parandalohet çfarë do keqpërdorimi apo çfarë do vepre në kuptimin e shkeljeve ligjore. Qytetarët e dy vendeve do t'i nështruhen kontrolës hyrje-hyrje. Do të thotë në vend se të ketë dy kontrole të ndara, tashmë kemi edhe në këtë pikë kufitare regjimin e kontrollit hyrje-hyrje, fal bashkëpunimit të dy qeverive, të dy ministrive, por edhe të dy policive dhe dy shërbimeve doganore të vendeve respektive. Unë besoj se kjo do të sjellë të mira për qytetarët e dy vendeve, e posaçërisht për banorët e kësaj zonës kufitare, të cilët do të mund të kalojnë këto procedurat e kalimit kufitar shumë shpejt. Zëvendës kryeministri Megjiti tha se me këtë po kontribuohet që të lehtësohet lëvizja e lirë, ndërsa premtoi se do të vazhdohet edhe në vendkalime tjera kufitare. Dëshmojmë që këto dy qeverit janë qeveri në shërbim të qytetarëve, në realizim të projekteve që lehtësojnë qarkullimin e tyre, lehtësojnë edhe qarkullimin e mallrave dhe mendoj se edhe këtu në Jazhinc është një kontribut në funksion të qytetarëve, të lëvizjes së lirë dhe po ashtu plani është që të vazhdojmë edhe në Tabanovs, edhe në Qafthan, gjitha kufit të jenë lehtësues, të jenë pika, domethënë që të parafrojnë qytetarët dhe jo si para 2-3 muaj, domethënë që ishin pritje shumë gjata me shumë reagime nga qytetarët. Prandaj përgëzime për këtë. Të dy ministrat premtuan edhe rehabilitimin e rrugëve, si dhe hapjen e pikave të reja kufitare. Qëllimi i realizimit të këtij projekti, sipas dy ministrave të punëve të brendshme, është evitimi i kolonave të gjata dhe pritjeve të qytetarëve, siç ishte deri në ditën e djeshme. Ky pikkalim i përbashkët është njëri nga dy pikat e kalimit të përbashkët kufitar të parapara sipas protokollit të implementimit të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për pikat e përbashkëta të kalimit kufitar Hanjelezit Blac dhe Globoçic Jazhinc, nënshkruar në nëntor të vitit 2024 në mbledhjen e përbashkët e të dy qeverive.